shqiptari në gjendje me do mendimin vet personal prej fakteve. Fakte geopolitike, antropologjike, politike ose ekonomike, po edhe mjekësor. Na shpesh e paraqitim mendimin ton personal si fakt ose në kundërthan. Kogja ja kem zanot me përzi faktet me mendimin personal. I thojmë diçka që është mendimi personal, kur faktikisht faktet e vërtetojnë se aty s'ka mendim personal, po është një temë shumë objektive. E problemi nuk është se na nuk jem gjendje me nda opinionin, mendimin ton personal prej fakteve, po problemi është se na as nuk e bojmë pyetjen çka është fakt e çka është mendim personal. Se njëherë më kon dyshim, na e kishim po ashiqare cila është fakt e cila është mendim. Na thjesht nuk jem dyshim në informantave. Për shembull, kur thotë dikush, unë s'jam me Albin Kurtin, e sen s'ka boe, që të 7 vjet kalume veç na ka harxhit parat, e s'ka bo sen me buxheje. Kjo nuk është mendim personal. Këto nuk ka mendim personal se ekzistojnë fakte vërtetime për punën e tij gjatë këtyre viteve. Nuk mundesh thjesht me gjujt dosane, e më thon, është mendimi jam personal. Okej, aty s'ka mendim personal. A nëse nashta nuk i ka ndërtu dosanet që për ty janë më të veçanta, okej, ai është tjetër mohabet. Po më thon se s'ka bo sen, ose heq më larg se një javë, keni debat në LinkedIn, një platformë për jetën profesionale, për pyetjen a janë gjeste romantike në jetën publike në Kosovë normal ajo, do më thonë me puth partnerin, mja kap dorën, ç'so sana. Njoni tha, mendimi jam personal është se s'është problem hiç, është normal me dash partnerin tonë, a ne këne. A është diçka normal për shoqërinë tonë, a nuk është, aty nuk ka mendime personal, po ekziston një normë. E kem një kulturë në cilën nuk është normal. Aty nuk ka mendim personal. Kur bëhet fjala për kolektivin në Kosovë, për popullatën tonë, nuk mundesh me pasqyru një situatë, një ngjarje prej pikpamjes tonë, kur ekziston një normë, kur ekziston një kulturë në cilën nuk është normal me puth partnerin jashtë. Është diçka shumë europiane, amerikane, western lifestyle që thonë. Në Kosovë, në shoqërinë tonë nuk është normal me puth partnerin qytet para tonëve, para gjyshes, e babgjyshes, e nonës, e babës. Nuk është normal. E më thonë mu personalisht nuk më pengon, ajo është tjetër san. Tani ai shoku e përziv edhe fen e dhe që në tema qira, villat, Big Brother, edhe të sana ma trauma. E mohabeti o boka i të lam. Po, realiteti është, ekzistojnë fakte, në qatë aspekt fakte antropologjike, që është funksionon njëre, që është o ndërtu kultura jo në Kosovë, se është ashiqare se na nuk e kem normalizu puthjen e partnerit në jetën ditore. E adim pse është e veçantë me do njënën prej tjetrës, është e veçantë se një të bën më do bodall në debat, thjesht e pa edukum, e pa informum. E dyta, nuk jenë gjendje mi bodo vendosje të mira për jetën tonë, e për shoqërinë tonë, e familjen tonë, nashta edhe për karrierën tonë, kur nuk jenë gjendje me do realitetin prej mendimit tonë, faktin prej mendimit tonë personal. Kur nuk jenë gjendje me ndo njënën prej tjetrën, nuk mundesh mi bodo vendosje të mira për jetën tonë, ose njerëz që ndikojnë prej vendosjeve tua. E treta, ma e veçanta, për nuk jenë gjendje me do njënën prej tjetrës, e as nuk jenë gjendje më konë dyshim dikujt për a është fakt, a është veç mendim personal, ti je shumë lehtë më të manipulu. O shumë lehtë më të manipulu kur ti nuk pyet e nuk je dyshim a është e vërtet, a është veç mendim personal. O shumë lehtë për shihet në politikë, në ekonomi, në televizor, në media, se na nuk jena mësu më konë dyshim, nuk jena mësu më thonë, a është më e vërtet që ato thonë, a është thjesht një pikpamje pe zdisave, po asnjëra s'është realiteti, po veç mendime personale. A vërtetohen çito informata me shifra? A ka ndaj burim që e vërteton sinqeritetin e qytyre informatave. E tash për tonë ata, se e kërkojnë Kosovën me ndërtu sovranitetin, nuk mundesh me ndërtu sovranitetin kur e keni popullat që nuk është në gjendje me do faktin pe mendimin personal, ku nuk shën diferencë për njënës në tjetrën, nuk mundesh. Futura e Kosovës është e kapt prej mundësisë tonë me dallu njënën pe tjetrës, mo mendu në mënyrë shumë ashiqare, shumë clear, shumë, më thonë, të paq. E kur nuk jem gjendje me pas të mendime shumë të kfjellta, a është diçka e vërteta veç mendim personal, na gjithë kena më hek. Mos i beso gjithë kujt në mënyrë të verbër. Mos e njeh kërkan për arsye emocionale. Po gjithë pyet veten, a është e vërtet, a është veç mendim personal? Edhe videot e mia për shembull, ka herë e ndaj një mendim personal, a më shumicën e kohës e ndaj fakte geopolitike, ekonomike, antropologjike, edhe tjera. Nuk është gjithë një mendim personal, ama edhe nuk është gjithë veç një fakt. Ka herë është mendim personal. E që kjo është sovraniteti e dijes. Do të më konë gjendje si popullat me ndo njënë për tjetras.
Kështu se çdo herë kur ti jeni informuar, pyet veten, a është e vërtet ajo? Pse s'po jam gjendje me paket informuar, pak më neutrale, e me pyet veten, a është e vërtet, a veç mendim personale, po që ata po prek në mënyrë emocionale.